Në ambientet e Bibliotekës Kombëtare të Kosovës u promovua libri për fëmijë Uta në Sharr, një botim i autorës Tuba Safqiu, që sjell një kombinim të aventurës, natyrës dhe edukatës mjedisore. Përmes rrugëtimit të alpinistës Uta Ibrahimi në malet e Sharrit, libri synon të frymëzojë fëmijët të njohin dhe mbrojnë pasuritë natyrore. Shumica prej juveve që keni edhe librin e parë Uta në mal, që besoj që është edhe libri preferuar për shumë prej juve, na ka tregu se sa është rëndësishme me vazhdu me projekte të tilla, me projekte të ngjashme sikurse janë librat për fëmijë, edhe me këtë rast, libri Uta në Sharr. Krejt e din se sa shumë e dua malin e Sharrit, edhe s'kam se qysh mos me sjell një libër të tillë tek ju, ku përveç që është libri shumë i bukur, me ilustrime shumë të bukura nga qëndrimi edhe me një shkrim shumë të mirë nga Tuba, libri tregon rrugtimin tim edhe çanit tim deltarit nëpër majat e nalta të Sharrit, grykat e bukura të maleve të Sharrit, liçejt edhe lumejt. Krejt ky rrugtim është shkruar me shumë dashuri nga Tuba edhe është ilustruar nga qëndrimi, edhe unë sot jam shumë e gëzuar që keni ardhur ju bashkë me mua për me prezantu librin Uta në Sharr. Edhe besoj shumë që kena më ju inspiru që ju në të ardhmen mi eksploru malet të Sharrit, me dash natyrën edhe me mbrojt natyrën. Tuba Safqiu, autore e librit Uta në Sharr, tregon se ka gërshëtuar dashurinë dhe eksplorimin e natyrës të alpinistës Uta në malet e Sharrit. Ka qenë gjithmonë ëndra ime qysh kur kam qenë fëmijë, ka të sajon, dështë në klasën e parë me qenë autore e librave. Për shpresoj që ky libër kam inspiru edhe fëmijë tjerë, mu bo jo veç alpinist, po pse jo edhe autor. Ky libër nuk është vetëm një rrëfim, është një ftesë për me zvulu parku nacional, malet e Sharrit, për ralla Uta në Sharr, ka mu bo për ralla ma favorite, për prindërit edhe për fëmijët, edhe po shpresojmë që kam ngjall debate edhe ndërveprim mes tyre. Rrëfimi përcillet me ilustrime, përmes së cilave lexuesit mund të njihen me bukuritë e maleve të Sharrit. Presoj që ky libër ka me kontribu për krejt fëmijët edhe prind më shumë me kalu kohë në natyrë, me ngacmu imagjinatën e tyre, dhe me mbrojt natyrën më shumë përgjithsisht. Një gjë tjetër që u kanë shumë e rëndësishme në këtë projekt për mua, kanë besimi që më ka dhënë Uta dhe Tuba, më kanë leju me bo imagjinatën tonë në formën që shku mujtune me jap kontributin tem, edhe nisan është kontributi për fëmijë, është gjoja ma e bukur dhe ma e mirë që muna me bo. Botimi i librit është mbështetur nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit me qëllim promovimit të letërsisë për fëmijë dhe ndërgjegjësimit për mjedisin. Ky botim mbështetet nga Ministria e Kulturës, për çka jam shumë krenar. Unë sot kam ardhur sepse është një aktivitet për fëmijët, me fëmijët dhe kam ardhur me vajzën time. Kështu edhe më ka ftu Uta. Ka thonë eja po me vajzën, jo vetë. E po besoj që kjo është pjesa më e rëndësishme e misionit tonë të përbashkët. Edhe neve si ministri, që përmes investimeve dhe projekteve tona duhet t'i prekim mas shumë t'i fëmijët dhe trit e kësaj shoqënie. E Uta si personalitet shumë dimensional që është, inspiruese për shumë edhe për fëmijët, edhe si personazh, edhe si një aktiviste jashtëzakonshme e natyrës, e mjedisit, por edhe e çështjeve të tjera që preokupojnë këtë shoqëni, vazhdon me mbet një figurë rëndësishme, një ikonë, kisha me thonë, një inspiruese për shumë prej neve, po sidomos për brezat që po vinë, për gëzime për Tubën dhe qëndrimin, për punën e mirë që e kanë bë. E falenderoj edhe ambasadën e Suedis që na u kanë bashku në këtë përpjekjet përbashkët, edhe veç suksesin e angazhimit të radhës, sidomos për Utën, e cila një shtet e një kom të tanë, e ka bo krenare me vitet tana, vazhdojnë kështu, sepse është frymëzuese, inspiruese, sidomos për gratë dhe vajzat, por është dhe krenaria jonë shtetnore dhe kombëtare, e kur e shohim Utën si model të projektuar edhe në botime për fëmijë, kjo na bën edhe më shumë krenar dhe të lumtur, përgëzime për këtë aktivitet, përgëzime për këtë botim,
edhe ju lutës gjithve, edhe ju që jeni të komunitetit të bjeshkatarve, sa ma shumë projekte, sa ma shumë aktivitete për të rritë e sidomos për fëmijët tonë. Në një kohë ku lidhja e fëmijëve me natyrën është gjithnjë e më e kufizuar për shkak të teknologjisë, libra si Uta në Sharr luajnë një rol të rëndësishëm në edukimin dhe ndërgjegjësimin e tyre. Fëmijët e pranishëm patën rastin edhe të takoheshin me alpinisten, e cila deri më tash është ngjitur në 13 majat më të larta në botë. Unë kam 8 vjetë edhe unë lexoj shumë libra, edhe ky libër është Uta dhe Sharri. Jo, nuk e kam njoft kur veç që ka hyrë te Everesti, moli Everestit, kam fillu me njoft. Është një libër shumë e bukur për me lezu dhe mi bërë fëmijët më aktive. Unë jam e lumtur që kam marrë këtë dhe pe takoj Utën. Unë njoh Utën që është alpiniste. Ka libra shumë të veçanta. Edhe ka libra edhe për njerëz që janë me autizëm apo fëmijë për mi bërë më aktive dhe më të lumtur. Uta në Sharr nuk është libri i parë që flet për alpinistën Uta Ibrahimi. Më herët, lexuesit e vegjël kanë pasur mundësinë të njihnin historinë e saj përmes librit Uta e Maleve, i shkruar nga Tefta Kelmendi dhe ilustruar nga Katerina Nikolovska.